Qeveria ka shpallur ankandin për dhënien me qira të një sipërfaqe prej 467.48 metra katror brenda qendrës spitalore universitare Nën Tereza, duke hapur rrugën për privatizimin e hapësirave spitalore. Vendimi, i bazuar në një akt të vitit 2014, që e trajton pasurinë si gërmadh, parashikon kontratë enfiteoze 10 vjeçare me të drejtë rinovimi dhe mundësi kalimi në pronësi, nëse deklarohet investim i dyfisht. Pas përpjekjeve për të dhënë edhe 1800 metra katror truall për hotel, ky hap i ri ngresh shqetësime për tjetërsimin gradual të pasurive publike shëndetësore dhe shndërrimin e spitaleve në terren biznesi. Pas hapësirave rreth pallatit të kongreseve, stadiumeve në Tiranë, Korçë e Vlorë, rezidencave qeveritare në Bregdet, shtëpisë së fëmijëve Zyber Hallulli e të tjerë, qeveria ka filluar të japë privatit edhe mjediset brenda spitaleve publike. Me njoftim në buletinin e prokurimeve publike të datës 2 shkurt 2026, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, ka shpallur ankandin për dhënien me qira të një sipërfaqeje prej 467.48 metra katror të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Ajo ka urdhëruar fillimin e procedurave për dhënien me qira nëpërmjet ankandit të kësaj pasurie shtetërore, që është në përgjegjësi administrimi dhe përdorimi të qendrës spitalore. Sipas njoftimit zyrtar, kuptohet se sipërfaqja ndodhet brenda godinave spitalore dhe privati që do ta marrë me qira do të kryej investime, ndërsa sipas informacionit paraprak që kemi marrë, ambienti do të tjetërsohet në bar, kafe, restorant. Para disa kohësh, u tha se Edi Rama dhe ish-ministri i ekonomisë Blendi Konxhe përgatitën dhurimin për privatët të 1800 metra katror truall brenda qendrës spitalore universitare Nën Tereza për ndërtimin e një hoteli privat. Ndërsa tani, pasardhësja e Blendi Konxhës ka nxjerrë në ankand me qira për 10 vite 467.48 metra katror mjedis spitalor me vlerë qirarje 63.595 lek në muaj dhe thuhet se është paracaktuar subjekti që do ta marrë. Si bazë ligjore për dhënien me qira, është përdorur vendimi numër 54, datë 5 shkurt 2014 i qeverisë, duke e trajtuar këtë pasuri si pasuri shtetërore gërmadh dhe duke e nxjerrë në ankand me vlerë qiraje 136 lek për metër katror në muaj. Ankandi do të zhvillohet më 12 shkurt 2026 në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, por mbetet për tu parë se cili mik i bablokut apo familjar pushtetari do ta marrë me qira. Kontrata e qiras do të jetë enfiteoz, që do të thotë se subjekti që do ta marrë këtë sipërfaqe do ta regjistrojë në kadastër në emrin e tij për 10 vite, ndërsa pas 10 vitesh privati ka të drejtë ta përsërisë kontratën edhe për 10 vite të tjera. Por sipas vendimit të qeverisë, mbi të cilin është bazuar ankandi, nëse investimi do të deklarohet sa dyfishi i vlerës së objektit, ai ka të drejtë ta kalojë në pronësi të tij, duke e hequr qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Statusi i Bankës Shqiptare të Zhvillimit zbulon qëllimet e vërteta të kryeministrit Edi Rama për sajisën e saj në maskën e mbështetjes me kreditimet bizneseve të vogla, të mesme dhe të qytetarëve përmes kredive dhe grumbullimit të depozitave prej tyre. Në ligj kjo bankë shtetërore nuk quhet bankë tregtare, por aktiviteti i saj është kopje e bankave private në Shqipëri. Me të drejtë për depozita, kreditime, emetim bono shtesari, investime fondesh në tregje vendase të huaj, transaksione dhe marrje kredish nga subjekte vendase të huaja. Edi Rama ka përcaktuar pavarësitë plot për këtë bankë të zhvillimit duke e lejuar të zhvillojë aktivitet pa licencë dhe pa mbikëqyrje nga Banka e Shqipërisë. Skandali është e drejta e Bankës Shqiptare të Zhvillimit për të mbledhur depozita kursimi dhe fonde investimi, ndërsa si ndërmjetëse për grumbullimin dhe rikthimin e tyre në rast falimentimi do të jetë Posta Shqiptare, kur kjo shoqëri nuk ka të drejtë aktiviteti bankar. Ligji dhe statuti i kësaj banke shtetërore nuk sqarojnë se kush mban përgjegjësinë dhe barrën e shlyerjes financiare për depozitat e qytetarëve dhe subjekteve të tjera, ndërkohë që qeveria nuk merr përsipër garancinë e tyre duke lejuar një aktivitet të ngjashëm me ish firmat piramidale. Edi Rama dhe ministri Petrit Malaj po bëjnë gati shitjen e 49% të aksioneve të bankës. Banka Shqiptare e Zhvillimit është 100% në pronësitë të Ministrisë Financave me kapital 5 miliard lek, të ndarë në 2000 aksione, kapital që fillimisht u caktua 10 miliard lek. Në ligj dhe në statutin e bankës, qeveria dhe Ministria e Financave kanë të drejtë që, nëpërmjet administratorit dhe Këshillit Mbikëqyrës, të shesin 49% të aksioneve të bankës, të barabarta me këtë përqindje respektive të kapitalit, duke vlerësuar një aksion me 2.5 milion lek.
lek. Sipas informacionit që ka siguruar pamfleti nga burimet të Ministrisë së Financave, Edi Rama dhe Ministri Petrit Malaj po bëjnë gati skemën e shitjes së 49% të aksioneve të bankës. Banka u regjistrua në Qendrën Kombëtare të Biznesit më 18 dhjetor 2025, ndërsa tani pas 2 muajsh 3 banka private do të bëhen ortake me shtetin shqiptar. Mbetet për tu parë cila do të jenë këto banka private që do të marrin aksionet e Bankës Shqiptare të Zhvillimit. Ato do të kenë favorin të kryejnë aktivitet pa licencë dhe pa mbikëqyrje nga Banka e Shqipërisë. Madje mund të transferojnë para në kanalet e pa kontrolluara të Bankës së Zhvillimit. Administrator është emëruar italiani Silvio Petraci. Shkelja e rëndë është emërimi si administrator i kësaj banke i italianit Silvio Petraci, miki Edi Ramës, ish kryetari i shoqatës së bankave në Shqipëri dhe antar bordi i Agjencisë Shtetërore të Investimeve. Sipas ligjit për bankat publike, administratori i Bankës Shqiptare të Zhvillimit duhet të jetë shqiptar dhe vetëm me shtetësi shqiptare, po kështu edhe antarët e Këshillit Mbikëqyrës. Megjithatë, një prej tyre është francezi Daniel Demeulaner, miki Edi Ramës. 4 të tjerët janë shqiptar, të lidhur me banka private dhe studio ligjore pranë Ramës dhe Agaçit. Konkretisht Artur Aslani nga studio Tonucci & Partners, Eris Hysi nga studio Agent Hajdari, Irida Huta dhe Arben Shkodra, biznesmeni i afërt me qeverim. Vendimi i barazimit 4-4 në gjykatën kushtetuese nuk ishte produkt i presionit frontal të qeverisë, spakut apo ndërkombëtarëve, por rezultati një loje të ndërlikuar brenda vetë mazhorancës. Burime politike tregojnë se lëvizjet e fundit u drejtuan nga klane të brendshme, të lidhura me emërimet në drejtësi, ndërsa Edi Rama ishte në dieni të plot dhe zgjodhi të mos ndërhynte. Qëndrimi i tij sugjeron një strategji të amortizuar për të matur raportet reale të forcës dhe për të mbajtur nën kontroll përçarjet e brendshme. Barazimi nuk kishte shenjë dobësie institucionale, por sinjal se loja e pushtetit po zhvillohet gjithnjë e më shumë në prapasken, larg debatit politik të hapur. 2 ditë para të premtes së barazimit 4-4, gjykata kushtetuese ndodhej në një pozicion krejt të ndryshëm, i cili u bë publik nga disa media, shkaktoi edhe një val presionesh nga të dyja krahët. Madje u arri deri aty sa personazhe mediatik që konsiderohen si PR privat të spakut, paralajmëruan sikur të ishin prokuror, se pas vendimit mund të arrestohej ndonjë antar i gjykatës kushtetuese. Në të vërtetë, e gjitha kjo u duk më shumë tym se sa zjarr, pasi nëse do të kishte presion kapital pra nga qeveria, nga spaku apo nga ndërkombëtarët, rezultati nuk do të ishte 4-4, por 8-0, siç ka ndodhur disa herë kur është ushtruar presion politik i nivelit të lartë. Burime të besueshme bëjnë me dije se loja që është zhvilluar nga e mërkura e shkuar deri të premten ka pasur lojtar brenda mazhorancës, por me dijenin e ndoshta edhe me lejen e vet Edi Ramës. Sipas këtyre burimeve, Rama e dinte se kjo lëvizje po kryhej, por po e linte të ndodhte për t'i pasur më të qarta raportet e forcës. Burimet teksojnë se Ilir Tosha dhe Gent Ibrahimi kishin bërë të ditur se do të votonin pro kërkesës së kryeministrit, pasi e kishin marrë këtë vendim pikërisht në gjykimin paraprak, kur pezulluan pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe e kthyen atë në detyrë. Gjithçka mësohet se është kryer përmes një operacioni të beftë të klaneve brenda mazhorancës, të kryesuara nga Fatmir Xhafaj, të cilit dikush i përmendi pseudonimin Teritali në një emision televiziv, si për t'i treguar se gjithçka ishte zbuluar. Sipas informacioneve, këto klane brenda mazhorancës të lëvizura nga Xhafaj, i cili ka qenë njeriu kyç në lëvizjen e emërimeve në drejtësi, përfshirë edhe gjykatën kushtetuese, kanë dashur të tregojnë se fuqia e tyre është potenciale dhe se mund të shfaqet jo vetëm në kuvend. Por kjo është vetëm njëra anë e medaljes, pasi skenarin e dinte më parë edhe vet Edi Rama, i cili nuk bëri asnjë lëvizje për ta bllokuar. Madje mësohet se janë zhvilluar edhe kontakte dhe negociata mes palëve. Kjo do të thotë se Edi Rama ka qenë në dieni të gjithë situatës dhe nuk ka shtypur asnjë buton për të demonstruar forcën e tij. Pikërisht ky qëndrimi i Edi Ramës ushqen më shumë idenë se nuk kemi të bëjmë thjesht me një akt politik apo me protestën e një klani, por me një lëvizje të kontrolluar butësisht dhe të amortizuar nga vetë Rama. Kjo megjithatë nuk përjashton ekzistencën e forcave centrifugale brenda mazhorancës, të cilat Rama nuk i përballon politikisht, por përmes mënyrave të errta dhe nëntoksore. Për parambajtjes së protestës së të martës së 2 të shkurtit, u përhapën fjalë se do të kishte një moskthim të protestuesve të opozitës. Filluan të diskutoheshin forma të ndryshme, nga çadra e vitit 2017 e greva e uris, apo edhe metoda të tjera radikale. Në realitet asgjë nga këto nuk ndodhi, përveç një përshkallëzimi të ashpër me lëndë piroteknike. Debati nga mbrëm deri më sot është përqendruar tek fakti se sa do të dënohet dhuna nga mazhoranca dhe sa opozita do të rrisë dozat e përshkallëzimit. Asnjë fjalë për planin e një proteste që mund të çojë në një fazë tjetër marrëdhëniet mes palëve politike në vend.
Sali Berisha nuk e ka fare problem të nisë një protestë çadre, domethënë një ngujim si ai që bëri Adriatik Lapaj për një muaj. Dhe Berisha i ka mundësitë dhe strukturat për ta bërë këtë protestë më aktive dhe më reaktive në një reality show viral në televizione dhe rrjete sociale. Por Berisha nuk e merr këtë hap, pasi në realitet nuk e ka problem një negociat me Edi Ramën, çka do ta detyronte këtë të fundit përmes një proteste radikale. Më shumë se sa me Ramën, Berisha kërkon një kanal komunikimi me ndërkombëtarët. Deri tani SBA dhe BE, të cilat lëvizin përmes SPAK-ut, kanë koordinuar me opozitën në lidhje me denoncimet dhe materialet e depozituara në prokurorinë e posaçme. Por ky aksion ka anashkaluar Sali Berishën dhe nuk i kanë dalur telashet e tij penale, edhe pse doktori ka kanale të rëndësishme ndikimi kryesisht në Athinë, siç është rasti i Irena Gjokës. Ndërkombëtarët e kanë anashkaluar kreun e PD-s ndaj ky fundit kërkon të bëjë të ditur se nuk ka negociat me opozitën pa kaluar në zyrën e tij. Për këtë arsye agjenda e tij do të jetë ashpër dhe e paparashikueshme. Në fakt, aq e paparashikueshme nuk është. Berisha ditëruaj limitet për të mos u konsideruar jashtë vijave të kuqe. Një ngujim i tij në çadër apo një formë tjetër radikale do ta kthente negocimin në kushtet se si të dalë prej andej. Por Berisha nuk e do këtë lloj negocimi. Ai kërkon të ulet në tavolinë ashtu si rivali i tij Edi Rama ulet me ndërkombëtarët. Më pas doktori e ka treguar se është fleksibël aq sa duhet, ose intransigjent aq sa të paraqitet si faktor. Protestat me Molotov janë një kod me cilin Sali Berisha nuk flet me Edi Ramën, por me ndërkombëtarët, përkatësisht me SBA-t në lidhje me Norm Gratën, si dhe me Gjermaninë, e cila e ka injoruar edhe më keq. Berisha po synon me këtë lloj të tij të dhunës të ndalojë çdo faktor opozitar që të negociojë në emër të tij, të PD-s apo edhe të partive të tjera opozitare. Sali Berisha po shfaqet si një piroman që është gati të djegë deri në momentin kur t'i kërkohet të jetë zjarr fiksi, dhe në atë moment ai do ta bëjë menjëherë dhe në mënyrë shembullore. Deri tani askush nuk e konsideron faktor Sali Berishën, edhe pse ai është realisht personazhi me më shumë influencë, por relevanca e tij nuk ka peshën e nevojshme për ta kaluar nga statusi i aktorit në atë të faktorit. A mund të ndodhë kjo? Ka ndodhur disa herë në histori, por tani duket se kancelarit perëndimore nuk duan t'ia japin këtë mundësi, me të cilën ai e ka djegur vendin disa herë. Ata thjesht po kërkojnë me durim një anti-Rama brenda opozitës, në SPAK apo edhe në pjesë të tjera të shoqërisë. Në publikimet që pamfleti i bëri video rrëfimit të Sibel Edmonds, i shpërkthyese e FBI-s dhe sinjalizuese e njohur e sigurisë kombëtare amerikane, publikuar më parë në platformën Patreon, ajo ka deklaruar se pazari për ishullin e Sazanit kishte nisur që në vitin 2016. Sipas saj, projekti në Sazan mori miratimin pas zgjedhjes së Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë, moment kur qeveria shqiptare ju afrua Jared Kushnerit, por miratimi ishte formalitet, sepse pazari ishte bërë shumë vite më parë. Ndërsa në suitat dhe restorantet luksoze në SBA, pazari informal ishte mbyllur në vitin 2016. Në Shqipëri ai nisi zyrtarisht në muajin prill 2017, nëpërmjet një nisme për gjoja kthimin e ishullit të Sazanit në qendër vizitorësh për turizëm historik. Për përgatitjen e skenarit të këtij pazari, kryeministri Edi Rama përdori Bashkinë e Vlorës si një si vendore që e ka ishullin në hartën e territorit të saj dhe që e kishte në administrim të përbashkët me Ministrinë e Mbrojtjes. Pas një muaji, Bashkia e Vlorës deklaroi të rreshën nga projekti për kthimin e ishullit të Sazanit në qendër turistike, me justifikimin e pamundësisë financiare, duke kërkuar që projektin ta zbatonte qeveria, në emër të së cilës Edi Rama futi në lojë Ministrinë e Ekonomisë dhe Turizmit. Ish-ministri Milva Ekonomi bëri propozimin për t'ia dhënë ishullin subjekteve të huaja private si PPP, me arsyetimin se as ministria nuk kishte kapacitet për ta kthyer në qendër turistike, duke vepruar sipas skenarit të diktuar nga Edi Rama. Rruga për të rrëmbyer ishullin e Sazanit u hap me udhëzimin numër 4360 datë 28 prill 2017 me objekt për zhvillimin infrastrukturor dhe organizimin e vizitave turistike në ishullin e Sazanit, të firmosur nga Ministria e Ekonomisë dhe Turizmit Milva Ekonomi. Skenari fillestar koncesionar ishte me afat 30 vite dhe investim të huaj 450 milionë euro, me kushtin që gjatë periudhës së koncesionit kompania të mos paguante taksa lokale dhe qendrore, ndërsa për 10 vitet e para nuk do t'i jepte qeverisë shqiptare asnjë qendark nga fitimi, me justifikimin se 50% e të punësuarve do të ishin banorë të Vlorës. Me urdhër të kryeministrit Edi Rama, puna për hartimin e koncesionit të ishullit të Sazanit filloi më 25 maj 2017, vetëm një muaj pas udhëzimit të ish-ministres Milva Ekonomi. Por 3 javë para udhëzimit të saj në funksion të dhurimit të Sazanit, ishte firmosur marrëveshja numër 2751 datë 5 prill 2017 mes Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Mbrojtjes, Bashkisë së Vlorës dhe Ministrisë Punëve të Brendshme si Ministri e Linjës së Sigurisë Kombëtare. Atëherë u fol se përfituesi i ishullit të Sazanit do të ishte një biznesmen i fuqishëm i huaj me lidhje të forta politike në SBA dhe një këshilltar i huaj të dy miqtë të Edi Ramës, të cilët kishin vizituar disa herë me avion privat edhe jahte ishullin e Sazanit. Prej 14 muajsh pazari i Edi Ramës për ishullin e Sazanit është bërë fakt, duke ia dhënë falas për ndërtim resorti luksoz me vlerë 1.4 miliardë euro dhëndrit dhe vajzës së presidentit të SBA-ve Donald Trump, të cilët ende nuk e kanë nisur investimin.